Sheshi i Shirokës është kthyer në një arenë të gjallë festimesh me nisjen e festës së liçenit, një aktivitet traditor i organizuar nga Bashkia Shkodër. Veprimtaritë kanë nisur të njëjtën dhe do të vijojnë gjatë fundjavës duke sjellë argëtim, kulturë dhe promovim të turizmit lokal. Pika kulmore e ditës së parë ishte performanca spektakolare e trupës së cirkut kombëtar, që tërhoqi vëmendjen e banorëve dhe vizitorëve të shumtë. Agjenda e festës përfshin panajirin me produkte vendase, ekspozita kulture dhe çdo mbrëmje koncerte të hapura. Po ashtu nuk mungojnë aktivitetet sportive dhe argëtimi me biçikletat e ujit, një risi për këtë sezon në liçenin e Shkodrës. Ne në kuadër të ditës së liçenit, e cila po zhvillohet tashmë dita e dytë, edhe do të jenë edhe nesër ditën e tretë radhazi, kena menduar si biçikleta në ujë ashtu si një risi për qytetin e Shkodrës, edhe jo vetëm që për çdo vizitor ta ofrojmë këtë shërbim falas që çdo kush me përjetu edhe ta ndjej atë përvojë unike që ne japim. Ditën e shtunë deri në orën 4, pra që nga ora 10 deri në orën 4, do ketë sërish panari artizanati, do ketë këto sportet ujore që janë që ju ftojmë të merrni pjesë të gjithë, si dhe xhiro me barka. Festa e liçenit që po kthehet në një traditë të përvitshme ka si synim promovimin e resurseve natyrore dhe kulturore të njërës prej zonave më tërhese turistike të Shkodrës.